energji që po ndryshojnë jetën tënde pa e kuptuar. Në këtë periudhë, universi nuk është i qetë. Ka lëvizje të fshehta, energji që përplasen dhe vendime që do të ndikojnë rrugën tënde për muajt në vazhdim. Disa shenja do të përjetojnë ngritje të papritura, të tjera do të përballen me të vërteta që i kanë shmangur prej kohësh. A je gati të dëgjosh të vërtetën? Dashi yes. Ti je mësuar të ecësh përpara pa parë pas, por këtë herë e kaluar apo të ndjek. Këto ditë do ndjesh një lloj tensioni të brendshëm. Nuk është frikë, është intuit. Dikush nga e kaluara mund të rikthehet, jo rastësisht. Mund të jetë një partner, një mik i harruar ose një mundësi që e ke refuzuar dikur. Në punë do të përballesh me një sfidë që kërkon më shumë durim se sa forcë. Ti je luftëtar, por këtë herë fiton ai që di të pres. Këshill, mos reago menjëherë. Jo çdo betejë duhet fituar sot. Në dashuri, dikush po mendon për ty më shumë se që imagjinon. Demi Taurus. Ti kërkon stabilitet, por universi ka plane të tjera. Një ndryshim po afrohet, dhe edhe pse nuk të pëlqen të dalësh nga zona jote e rehatis, kjo është pikërisht ajo që të duhet. Mund të jetë një ofertë e re pune, një zhvendosje ose një vendim i rëndësishëm financiar. Mos e refuzo menjëherë. Financat. Kujdes me shpenzimet impulsive. Dikush mund të të tundojë me një ofertë shumë të mirë për të qenë e vërtet. Në dashuri, një lidhje po forcohet, por vetëm nëse hapesh emocionalisht. Binjakët Gemini. Mendja jote nuk pushon, por këtë herë zemra ka diçka për të thënë. Do ndihesh i ndar mes logjikës dhe emocioneve. Një situatë kërkon zgjedhje dhe nuk mund t'i mbash të dyja. Një sekret mund të zbulohet. Dhe kjo mund të ndryshojë mënyrën si e shet dikë shumë të afërt. Komunikimi është çelësi, por jo çdo gjë duhet thënë menjëherë. Në dashuri, dikush po të teston. Pyetja është, a do e kalosh testin? Gaforia Cancer. Ti ndje më shumë se të tjerët dhe kjo është fushia jote. Këto ditë do jesh më emocional se zakonisht. Një kujtim, një fjalë ose një person mund të zgjojë diçka të thellë brenda teje. Mos e shtyp këtë ndjenjë, është një mesazh. Në familje, mund të ndodhë një bisedë e rëndësishme që do ndryshojë raportet. Në dashuri, është momenti të vendosësh kufi. Dashuria nuk duhet të të lëndojë. Luani Leo. Ti je mësuar të jesh në qendër, por këtë herë dikush tjetër po merr vëmendjen. Dhe kjo të bezdis. Por ndoshta është një mësim, nuk ke nevojë gjithmonë të shkëlqesh për të qenë i vlefshëm. Në punë, një rivalitet po rritet. Kujdes me egon, mund të kushtojë më shumë se sa mendon. Në dashuri, dikush po pret një hap nga ty. Mos e vono shumë. Virgjëresha Virgo. Perfeksioni yt po të lodh. Po përpiqesh të kontrollosh gjithçka, por ka gjëra që nuk janë në duart e tua. Sa më shumë përpiqesh, aq më shumë ndihesh i bllokuar. Është koha të lëshosh kontrollin pak. Në punë, një projekt kërkon bashkëpunim, jo kontroll total. Në dashuri, mos analizo çdo detaj. Disa ndjenja duhen thjesht ndier. Peshorja Libra. Ti kërkon balancë, por dikush po e prish atë. Një marrëdhënie, qoftë personale apo profesionale, po bëhet e njanshme. Ti jep më shumë se sa merr. Dhe brenda teje e di këtë. Është momenti të vendosësh, vazhdon kështu apo ndryshon diçka? Në dashuri, një vendim i vështirë po afrohet. Akrepi Skorpio. Ti she më thellë se të tjerët dhe këtë herë ajo që she nuk të pëlqen. Një e vërtet do dalë në sipërfaqe. Mund të jetë për një person që i ke besuar shumë. Mos u trondit, kjo është një mundësi për të pastruar jetën tënde nga energjitë e gabuara. Fushia jote është transformimi. Në dashuri, pasioni fort, por edhe xhelozi. Kujdes me ekstremet. Vendimet që do të ndryshojnë drejtimin tënd pak thim pas. Në këtë fazë, universi nuk të jep më sinjale të vogla, por prova të mëdha. Këto janë momentet ku karakteri testohet, ku zgjedhjet bëhen më të qarta dhe ku rrugët ndahen. A do zgjedhësh rehati apo rritje? Shigjetari Sagittarius. Ti je shpirt i lirët, por këtë herë ndihesh i bllokuar. Diçka ose dikush po të pengon të ecësh përpara. Mund të jetë një punë që nuk të plotëson më, një lidhje që të mban në vend, ose thjesht frika për të bërë hapin e radhës. Por e vërteta është kjo, nuk i bllokuar, po zgjedh të rish aty. Një mundësi për udhëtim ose ndryshim vendi mund të shfaqet pa pritur. Në dashuri, dikush kërkon më shumë seriozitet nga ty. A je gati? Bricjapi Capricorn. Ti je ndërtues, por edhe ti lodhesh. Këto ditë do ndjesh një peshë të madhe mbi supe. Përgjegjësi, pritshmëri dhe presion nga të tjerët. Por askush nuk të pyet, si je ti? Është momenti të ndalosh për pak dhe të reflektosh. Suksesi pa paqe nuk është fitore. Në punë, një mundësi e madhe po vjen, por do kërkoj sakrifica. Në dashuri, dikush të vlerëson në heshtje. Mos e injoro. Ujori Aquarius. Ti mendon ndryshe dhe kjo është arma jote më fort. Një ide që ke pasur prej kohësh mund të marrë jetë. Por problemi është, a ke guximin ta ndjekësh? Shumë njerëz nuk do të të kuptojnë. Disa mund të të kritikojnë, por ata nuk janë ti. Kreativiteti yt është në kulm, përdore. Në dashuri, një lidhje e pazakon mund të fillojë. Mos e gjyko menjëherë. Peshqit Pisces. Ti jeton në botën e ndjenjave, por këtë herë realiteti po të thërret. Ke shmangur një të vërtet për një kohë të gjatë, por tani nuk mund të fshihesh më. Një situatë do kërkoj vendim të qartë, jo emocione të paqarta. Intuita jote është e fortë, por duhet ta kombinosh me logjikën.
Në dashuri, është koha të ndash ëndrat nga realiteti. Mbyllje e fuqishme. Ky nuk është një horoskop i zakonshëm. Këto janë sinjale. Disa prej jush do të përballen me të vërtetat që nuk donin t'i shihnin. Të tjerë do të kenë mundësinë të ndryshojnë jetën, por vetëm nëse marrin guximin për të vepruar. Pyet veten. Apo jeton jetën që do apo atë që të është bërë zakon?